gëzuar që kemi ardhur së bashku dhe jemi sot në këtë paradite. Dhe u të flasim për gjëra të rëndësishme, në fakt që kanë të bëjnë direkt me jetën tënde dhe time. Në fakt arsyeja pse janë të rëndësishme është sepse janë marrë nga Bibla, nga fjala e çmuar e Perëndis. Në fakt Bibla është unike. Është e shenjtë, është e përsosur, është fjala e gjallë e Perëndis, nuk ka të ngjashme me të, është e vetmja fjalë që Perëndia dha. E kush mund të jetë e ngjashëm me fjalën e Perëndis? U shkruajt për 1500 vjet, 40 autor, një temë, kush përveç Zotit mund të mbikëqyrte një punë 1500 vjeçare? Bibla, fjala e Zotit foli. Njeriu dëshmoi, e përjetoi dhe historia e tregoi këtë pjesë. Në fakt sot përkujtojmë Pashkën, vdekjen dhe ringjalljen e Zotit Jezus. Shumë njerëz e marrin vetëm në formën e idesë, sepse ringjallja tregon për jetën, për vlerat. Jo, nuk është e tillë. Fjala e Zotit na tregon që Krishti, personi, njeriu, Perëndia që erdhi dhe u bë njeri, vdiq për mëkatet e secilit prej nesh dhe u ringjall po fizikisht. Është i vetmi person që nuk ka varr, nuk ka eshtra këtu në tokë. Bibla na thotë që Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve që u parathën, se u varros dhe se u ringjall ditën e tretë, po sipas shkrimeve. Në fakt nuk e di nëse e dini kuptimin e fjalës Pashk. Fjala Pashk vjen nga hebraishtja, Pesak do të thotë, të kalosh, dalje, të hikësh, mbikalim është kuptimi origjinal në shqip. Po nga çfarë? Nga gjykimi i Zotit, të dalësh jashtë gjykimit, të kalosh mbi gjykimin e Zotit. Në fakt shumë interesante është që Pashka nuk ishte ideja e njeriut, por ishte ideja dhe plani i Perëndis. Dëgjoj mirë, Pashka nuk ishte krijimi i njeriut, por ishte ideja dhe plani i Perëndis. Zoti na e shpalosi Pashkën, ai na e tregoi, ishte plani hyjnor për ne, tokësorët. Interesante është që i njëjti Zot që na tregon se ka një gjykim, është po ai Zot që na tregon mënyrën e vetme për të dalë nga ky gjykim. Pashka, ideja e Zotit, na tregon Zoti, na tregon që ka një gjykim, na tregon dhe për mënyrën e vetme për të dalë nga ky gjykim. Bibla na thotë tek Hebrejt kapitulli 9 vargu 27, është caktuar, bini re fjalët që thotë, se janë shumë të forta. Është caktuar, thotë, që njerëzit të vdesin një herë dhe pastaj vjen gjykimi. Dëgjoj edhe një herë, është caktuar që njerëzit të vdesin një herë dhe pastaj vjen gjykimi. Gjykimi lidhet me drejtësinë hyjnore, kurse shpëtimi rruga e vetme me dashurinë hyjnore. Është një ekuacion i pazgjithshëm nga asnjë lloj besimi, nga asnjë lloj personi, e si mundet që drejtësia hyjnore, që është kaq perfekte, dhe dashuria hyjnore, që po ashtu është kaq perfekte, të përputhen së bashku. Këto të dyja janë bashkuar në një harmoni jashtë imagjinatës të sotme njerëzore, të dikushme apo të ardhshme njerëzore, dhe vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë gjë. Le ta analizojmë pak çështjen e gjykimit në Zotit dhe keni pak mendjen, sepse është shumë interesante. Ne njerëzit nuk e kuptojmë peshën e mëkatit ton. Nuk e kuptojmë çfarë peshe, çfarë rëndësie ka mëkati im dhe i yti përpara Zotit. Njerëzit thonë, çfarë kam bërë unë që Zoti të më çojë në ferr? Unë nuk kam vrarë kënd, njeri i mirë kam qenë në përgjithësi, duke krahasuar me njerëzit e tjerë, nuk kam bërë shumë gjëra ka shumë të këqija, jam munduar të bëj mirën, por edhe kam gabuar sepse jam njeri. Por se duhet që Zoti të më çojë në ferr? Çfarë kam bërë? Pse duhet të gjykohem? E pra, Bibla na tregon arsyeën dhe dëgjojmë me kujdes pse. Bibla na thotë që ti u krijove, njeriu u krijua në imazhin dhe shëmbëllimin e Perëndis, për të përfaqësuar Zotin në tokë. Dëgjojini mirë këto, se janë fjalë të forta që fjala thotë. Nuk ka qenie tjetër që është krijuar në imazhin
e Zotit. Njeriu u krijua e vetmja qenie në imazhin e Zotit. Perëndia pasi ja bëri gati gjithë këtë univers, gjithë këtë planet, çdo gjë ja bëri gati këtë shtëpi të mrekullueshme, ditën e fundit Zoti krijoi njeriu. Nuk e krijoi në fillim, por ja bëri shtëpinë gati dhe në fund fare i dha çelësat si dhuratë. I dha pushtet mbi çdo gjë. I besoi gjithçka sundimit të tij. Privilegji i njeriut ishte dhe është i jashtëzakonshëm. Është qenia e vetme e krijuar në imazhin e Perëndis. Engjëjt nuk janë të krijuar në imazhin e Zotit. Kafshët nuk janë të krijuara në imazhin e Zotit. Gurët, malet, drurët nuk janë të krijuar në imazhin e Zotit. Ti je qenia e vetme që e krijuar në imazhin e Zotit. Ti je në majën e krijimit të Perëndis. Natyrshëm, njeriu duhet të reflektonte atributet e Zotit që i kishte dhënë. Qenia e vetme e krijuar në imazhin e Zotit. Tani dëgjoj pak me vëmendje. I madh ishte privilegji që Zoti i dha njeriut, por po aq e jashtëzakonshme është edhe përgjegjësia që Zoti i dha njeriut. Një përgjegjësi hyjnore, një përgjegjësi ndaj krijuesit vet. Sa e madhe ishte privilegji, aq i madh është edhe përgjegjësia. Ne na pëlqen privilegji, wow, kënaqemi. Përgjegjësi varim pak të rinjt. E fshehim pak sepse nuk duam të pjesë. Le të shohim pak nga fjala e Zotit se çfarë ndodhi në kopshin e Edenit, akti i njeriut. Çfarë bëri Adami dhe Eva, njerëzit e ulin kaq shumë sa që thonë ja, morën një frut, një moll, thonë njerëzit. Bibla thotë që është frut, nuk na thotë se çfarë është. Dhe e hëngrën, po kaq bën sikur çfarë bën? Jo, prit pagës. Bibla na tregon se njeriu u tregua i pabes. Ai pa ballë për ballë Perëndin, u end nga duart e Perëndis, foli me Perëndin dhe u tregua i pabes. I dha një thik pas shpine Perëndis, i gatshëm të bënte një aleancë me djallin, një pakt me djallin për të bërë si Zoti, sepse ky ishte premtimi. U tregua i pangopur në bollëkun e përsosmërisë që gjendeshin dhe zotëroheshin po nga ky person. Lakmia, pasioni, dëshira ja mbushën zemrën plot kundër Zotit. Njeriu, pa shijuar mirë ende gjithçka, kërkoi më tepër. Një grykësi kundër Perëndis. Njeriu t'ju afrua mundësia, oferta, i tha i ligu, ti do të bëhesh si Zoti. Dhe pa më dyshjen më të vogël, as pak rezistencë serioze, njeriu ishte i gatshëm për të bërë kryengritjen e madhe ndaj krijuesit. Njeriu, dëgjoj mirë të gjë, preu në bes Zotin. Njeriu mëkatoi me dashje, me koshiencë të plot, gaboi ndaj të përjetshmit, të shenjtit, para së cilët dhe ushtritë e qiejve, engjëjt, me miliona gjunjëzohen dhe përulen. Njeriu ishte i gatshëm të bënte një puç hyjnor. Njeriu rebeloi, e ofendoi krijuesin, mashtroi, e shkeli me këmbë Perëndin, turpëroi, zhvlerësoi atë. Njeriu luajti i fuqishëm me zjarrin hyjnor. Po unë, do thuash ti, unë s'isha aty. Pse unë? Po e vërtet, ti nuk ishe aty, por ti e këtu. Ti e biri Adamit, i cili hyri në gjak tashmë me Perëndin. Bibla na thotë tek Romakët, mëkati hyri në botë me anë të një njeriu dhe me anë të mëkatit vdekja. Kështu vdekja kaloi tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Po e njëjta fjalë e Zotit na thotë që nuk ka asnjë të drejtë përpara Perëndis, as edhe një, dhe ti nuk mund të bëhesh i drejtë, ti nuk mund të qëndrosh i drejtë. Bibla na thotë që dhe engjëjt në praninë e Perëndis mbulojnë fytyrën e tyre, sepse nuk mund të shohin dot shenjtrinë e Perëndis. E si mundesh ti dhe unë t'i afrohemi Zotit me ato veprat tona që ne i quajmë të mira? Kështu njeriu dhe gjithë pasardhja e tij u rreshtua në kampin armik të Perëndis.
që në përballjen e parë të njeriut me Zotin, kur Zoti i përballi Adamin dhe Evën, e di çfarë u vure? Justifikim dhe akuzë. Justifikim për mëkatin, akuzë ndaj Zotit. Gruaja që ti më dhe, pati guximin Adami ballë për ballë, t'ia thoshte Zotit, i e ke fajin e thë ndryshe që më dhe. Njeri u dëbua nga prania e Zotit, u dëbua nga kopshti i Edenit, dhe që pra asaj dite, ne jetojmë në këtë dëbim. Ti lind i dëbuar nga kopshti i Edenit, ti rritesh i dëbuar nga kopshti i Edenit, ti mëson diçka rreth jetës jashtë kopshtit të Edenit, dhe ti vdes jashtë kopshtit të Edenit. Ne jetojmë në këtë jetë në përpjekje për të gjetur një kopër shlodhës si ai që ishte aty, shija e të cilit është ende në qelizat tona. U endëm larg Edenit dhe në rrugë ndërsa brezat filluan të ndryshonin, vum re se mëkati i Adamit dhe Evës nuk mbeti izoluar vetëm tek ata, por u shumëfishua si një kancer dhe u pasua tek ne të gjithë. I natyrshëm e gjen veten të bësh ato gjëra që dhe ty nuk të pëlqejnë. Biblia thot tek Romakët, sepse të keqen që urej e bëj edhe vetë dhe gjej veten time të lidhur me një zinxhir të tillë. Mëkati është pjell e errësirës dhe Biblia na tregon se ne lindim, jetojmë, vdesim në këtë errësirë ku vetëm tek tuk mund të shijojmë pak mirësi me pikatore, këtë mirësi dhe të vërtet që dikur e kishim me bollëk në kopshtin e Edenit. Interesante është që ndërsa brezat ndrojnë, kalojnë, rriten, njerëzit vazhdojnë të justifikojnë mëkatin e tyre, ja ulin peshën, rëndësinë që ka, por nuk është dhe aq keq, një gënjeshtër e bardhë. Wow! Duke e quajtur të padëmshëm dhe jo aq të keq. Por keni parasysh, ne njerëzit jemi gati të zbrazim gjithë zemërimin ton kundër një personi tjetër nëse do të bënte të njëjtin gjë kundër nesh. Wow, çfarë kemi qenë? Ne ngjizemi në mëkat, ne lindim në mëkat, mos mendoni që ai foshnjë ai vogël është pa mëkat. Ai e ka në gen mëkatin e vet, jepi pa kohë dhe do ta shfaq. Ne rritemi, ne zhvillohemi në mëkat, në pushtetin e errësirës. Mëkati është kanceri i trashëgueshëm nga brezi në brez, që na ka pushtuar shpirtin dhe qenjen, na ka transformuar dhe dëmtuar, na bëri të dëbohemi nga Edeni dhe të vazhdojmë në këtë rrugëtimin ton. Mëkati na bën të urrejmë, mëkati na bën të akmerremi, të gënjejmë, të rrëmbejmë, të lakmojmë duke shkelur çdo gjë për hatër të vetvetes. Megjithëse Zoti na dëboi, dëgjojeni mirë të pjesë, nga kopshti i Edenit. Mirësia e tij e madhe vazhdoi të tregojë tek ne. Ai instaloi njeriut një dhuratë hyjnore, ndërgjegjen. Ndërgjegja është aty, në çdo moment të jetës tënde. Është ligji, thot Biblia, i shkruar i Zotit në brendësinë tënde. Megjithëse vetë është e plurosur nga mëkati yt, është e zbekt nga mos ushqyerja me ligjin e Zotit, ajo kurrë nuk hesht. Ndërgjegja flet, psherëtin gjithmonë, të tregon gjithmonë, çdo mendim që ti ke, ajo e skanon dhe të aprovon apo të kundërshton, çdo ndjenjë që ti ke brenda vetes, të tregon nga brendësia e saj, çdo veprim që ti bën të dënon apo të aprovon, ajo ndërgjegja në çdo fjalë që ti thua të aprovon ose të ndërshkon. Të tregon nëse është sipas një ligji standard që është i fshehur aty brenda ose jo. Por pushteti i mëkatit, shumë interesante është kaq i fortë brenda teje, sa që e mbyt këtë zërin e ndërgjegjes. Por ndërgjegja, edhe pse trajtohet keq nga ti dhe nga unë, nuk largohet asnjëherë, është besnike dhe kokfort duke qëndruar vazhdimisht derisa të mbyllësh syt, do ta kesh aty për të aprovuar apo për të dënuar. Nuk të lë për asnjë çast, është aty për të dënuar dhe aprovuar çdo mendim, çdo veprim, çdo ndjenjë, çdo pasion, çdo dëshirë tënde, pavarësisht se ti e kupton, e dëgjon apo jo. Dhe ndërgjegja jote të nxjerr në fakt
fajtor përpara Perëndis. Justifikohu çfarë të duash me këdo, mund të mbushësh mendjen kujdo se sa i mirë je, por jo ndërgjegjes tënde. Ndërgjegja jote di dhe të fshehtat e tua. Dhe kalo pak kohë, pyet ndërgjegjen tënde, do ta shohësh se ajo do të akuzojë se ti je fajtor personalisht për shkelje të drejtësisë hyjnore. Dhe në fakt çdo dënim meriton, çdo faj meriton një dënim nga drejtësia hyjnore. Tani dëgjoni pak, shumë e fortë kjo pjesë. Meqense Zoti është i drejtë dhe është karakteri i Perëndis në Bibël, na tregon që Zoti është i drejtë, drejtësinë e ka krijuar Zoti. Ne nuk e dinim pa Perëndin se çfarë do të ishte drejtësia, instaloi Zoti të ndërgjegja jonë. Dhe meqense Zoti është i drejtë, ai duhet të nxjerrë në dritë. Dëgjoj mirë, çdo mendim tënd, çdo fjalë tënde, çdo vepër tënde, çdo ambicie tënde, çdo dëshirë tënde, çdo ndjenjë tënde, çdo mosveprim apo veprim tënde përpara gjyqit të Krishtit. Bibla na tregon që nuk do të ketë asnjë gjë të fshehtë atë ditë. Mos e anashkalo. Zoti që ka krijuar universin mbar, qelizat më të vogla, që është një fabrikë në vetvete, deri në mbar galaktikat dhe universin, është po aq i Zoti sa të tregoj ty dhe mua të gjitha të fshehtat e shpirtit tënd që ditën e parë që u bëre koshient deri në ditën e fundit që do mbyllësh syt. Bibla thotë që është e tmerrshme të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Përveç këtyre, i shtoi edhe faji më i madh njeriu. E di kush është? Refuzimi i rrugës së vetme që Zoti dha, Jezu Krishtin për shpëtim. Kur Zoti dha më të shtrenjtin e qiellit për mëkatarin e tokës, dhe ky e refuzon më të shtrenjtin e qiellit, çfarë mbetet më për këtë person? Interesante është që ka një ekzekutim ky vendim. Kur të dalësh përpara gjyqit të Perëndis, do të ketë ekzekutim të vendimit. Dhe ekzekutimi i vendimit, Bibla na flet për një vend real, fizik, që quhet ferri. Ferri nuk është pikje e jotja apo e imja apo e njerëzve përpara nesh për t'i bërë njerëzit të friksuar që të bëhen më të mirë. Ferri është krijimi i Zotit për të derdhur gjithë zemërimin e tij të drejtë kundër çdo padrejtësie. Dhimbje, thot Bibla, ka aty pafundësisht, vuajtje ka aty pafundësisht, kërcëllima dhëmbësh të përjetshme, sepse refuzove çdo gjë që Zoti i përjetshëm të ofroi. I përjetshëm është ferri, i përjetshëm është dënimi aty, sepse të përjetshmin shkele më këmbë në jetën tënde. Në ferr, thot Bibla, që ti do t'jesh koshient, i vetëdijshëm, jo thjesht shpirti si një gjë abstrakte, por ti që sot qesh, qan, vepron, mendon. Në ferr do t'jesh koshient për jetën në tokë, për familjarët e tu, për njerëzit e tu të afërm apo për komshinët e tu, për jetën që ke bërë në detaje do t'jesh koshient. Në ferr nuk ka pendim. Bibla na thot që në ferr njerëzit do të vuajnë dhe do të ketë kërcëllima dhëmbësh. Fjala kërcëllima dhëmbësh është fjalë urrejtje, nuk është fjalë pendimi. Kur njeriu në brendësinë e tij edhe më tepër ka për të urryer dhe kjo urrejtje do ta gryej pafundësisht e tmerrshme. Në ferr është mungesa totale e mirësisë së Zotit. Përsosmërisht aty është zemërimi i Perëndis, i përjetshëm, i derdhur vazhdimisht. Po unë nuk jam aty. Po, ende, je këtu. Bibla e quan një person të tillë o i pamend, e quan, thot fjala e Perëndis, e thë ndryshe o dritë shkurtër. Ti je në rrezik të menjëhershëm të gjykimit të Zotit dhe është vetëm mëshira e tij që po të mban ende. Fjala ende sa shumë vlerë ka. Njeriu nuk ka asnjë mundësi dhe merit për të shpëtuar veten nga kjo pjesë. Është si një merimang e varur tek fia e vet. Dhe poshtë është zjarri i përjetshëm. Është si të jetosh në shpatën e Demokleut, mes gjithë të mirave për rreth teje, por shpata e rrezikshme është mbi kokën tënde. Qëndron mbi një humner që gati është për të glabëruar. Kjo është realiteti kësaj pjese dhe thot fjala e Zotit. Ti nuk je ende aty, sepse po mbahesh edhe për pak kohë nga mëshira e tij.
dhe mos abuzo me këtë mëshirën e tij. Po çfarë duhet të bëj? Mund të jetë reagimi i një zemre që vërtet kërkon të njohë Zotin. Në fakt është pyetja më saktë atij që ka kuptuar seriozitetin e mëkatit që gjendet brenda nesh. Vetë ideja se Zoti na jep po ashtu dhe zgjidhjen, Zoti na tregon për gjykimin tek Pashka, Zoti na tregon dhe për zgjidhjen, rrugën e vetme, mbi kalimin. Pesak, e mbani mend? Kur Zoti përballi Adamin dhe Evën, me të vërtet përgjigja që mori nga të dy, e mbani mend çfarë ishte? Justifikim dhe akuzë. Ky justifikim dhe akuzë e përshtir, u neglizhua totalisht nga Zoti. Zoti nuk hyri në diskutim me justifikimin apo me akuzën e tij, por dha vendimin e tij. Një vendim që do të mbante dy gjëra brenda vetes. Vendim drejtësie dhe vendim dashurie. Zoti i tha Adamit, nga pluhuri u bëre dhe në pluhur do të kthehesh. Dhe ky ishte vendimi i drejtësisë. Po Zoti në atë ditë, në atë çast, dha dhe verdiktin e dashurisë, ku tregoi që do të vijë një person nga fara e gruas. Çuditshëm, zakonisht është fara e burrit, nga fara e gruas, që do të shkatërrojë të keqen dhe do të çlirojë nga mëkati. Ishte premtimi i dashurisë përkrah premtimit të drejtësisë që u dhan nga vetë Perëndia. Të dyja hyjnore. Një shpresë hyjnore na u dha, një mundësi e artë, një mëshirë pa merituar na u dha që në rënien tonë, që kur e prem në besë Zotin, ai na dha mundësinë e shpëtimit. Sa fantastike është kjo nëse e kupton që prej Adamit dhe Evës, të pakët ishin njerëzit që besuan premtimin që Zoti i bëri Adamit dhe Evës për këtë shpëtimtar. Të pakët. Por në çdo brez ka patur një mbetje, thot Bibla, që besoi dhe u mbajt tek premtimi në ardhjen e Krishtit, i cili do i shpëtonte. Dëgjoni pak, që prej Adamit derisa erdhi Krishti, të gjithë ata që besuan këtë premtim që Zoti do ta bënte, Bibla thot që u shpëtuan. Kurse ne te kjo pjesa e historisë pas Krishtit, ne shohim në të shkuarën, ne besojmë në të shkuarën, ata përpara Krishtit besuan në të ardhmen, sepse ky premtim nuk ishte thjesht 2000 vjet më përpara. Ky premtim ndodhi në kopshtin e Edenit, u realizua 2000 vjet më përpara, por u premtua shumë kohë më përpara. Të dy pjesët e historisë përputhen. Krishti është i vetmi që ndau historinë njerëzore në dysh. Ne themi 2026. E përdorim në çfarë lloj forme 2026, por 2026 vite nga kush? Nga koha kur Zoti ndau historinë njerëzore në dysh. Të gjithë ne në këtë anë të historisë dhe ata në atë anë të historisë përbëjmë një popull i zgjedhur nga Zoti për të shpëtuar përjetësisht, thot Bibla, që prej Adamit, brenda së njëjtës familje, kishte nga ata që besuan premtimin e Zotit dhe nga ata që nuk e besuan premtimin e Zotit. Fara e Zotit jetoi bashkë me farën e djallit. Shpesh në të njëjtin bark, binjak, qëndruan përballë njëri tjetrit dhe ndërsa jetonin, koha tregoi se kujt fare i përkisnin, farës së Zotit apo farës së të ligut. Fara e Zotit gjithmonë ka qenë e pakët. Vini re në fjalën e Zotit. Për shembull në kohën e Noeut, keni dëgjuar shprehjen e famshme që në kohën e Noes. Noeu ishte i vetmi, bashkë me 3 djemtë e tij dhe gratë e tyre, që ishte besimtar në atë kohë. Në botë ekziston me miliona njerëz. Noeu ishte i vetmi besimtar. Mirësia e Zotit ishte mbi Noeun, i cili gjatë gjithë jetës së tij u bëri thirrje njerëzve që të pendoheshin. Askush nuk e dëgjoi. Të gjithë e neglizhuan, madje u tallën sepse po ndërtonte këtë ark në një vend ku nuk kishte ujë. Dhe kur erdhi shkatrimi, përmes përmbytjes, pendimi ishte tepër vonë. Sepse e keqja kishte arritur një formë të neveritshme për sosmërie dhe zemërimi drejt i Zotit u derdh mbi njeriu dhe kështu u shua gjithë raca njerëzore, përveç Noeu dhe familjes së tij. Kur mbaroi përmbytja,
Jeta vazhdoi dhe ndërsa njerëzimi po shtoi, mëkati nuk u shua, por po zhvillohej, sepse fara e mëkatit ishte tashmë brenda njeriut. Zoti vazhdoi të tregojë mirësinë e tij, duke zgjedhur një burr plak. Jo një djalë të ri, por një burr plak, Abrahamin, përmes të cilit ai tha që do të bënte atë premtim që i premtoi Adamit dhe Evës. Zoti i dha një shembull Abrahamit. Një shembull pasi i dha një fëmijë në moshë të thyer. Kur ishte 100 vjeç, Abrahamit i lindi Isaku. Dhe kur Isaku ishte ende fëmijë, Zoti i thot Abrahamit një natë, Abraham, mere birin tënd të vetmin bir që ke, dhe ma ofro mua në malin Moria. Ju desh 3 ditë Abrahamit për të shkuar në malin Moria, për të ofruar si flijim të birin. Në të njëjtin mal, ca kohë më vonë, vetë Perëndia do të flijonte birin e tij, Jezusin, në Jeruzalem, në të njëjtin mal që Zoti tha Abrahamit. Abrahami i dha mbi supë Isakut drut e altarit, i vuri shkarpat me dru, në të cilën do ta ofronte. Ati i dha mbi supë kryqin Krishtit. Abrahami e shtriu të birin mbi altar. Ati e shtriu të birin në kryq. Abrahami e ngriti dorën për ta vrarë dhe Perëndia i tha ndalë. Ati nuk e ndaloi vrasjen e birit në Golgota. Zoti ekzekutoi birin e vet. Shumë e fortë kjo pjesë. Prej Abrahamit Zoti krijoi një familje. Rreth 70 veta dhe Perëndia i çoi në Egjipt në mënyrë që do të shumoheshin dhe u bën miliona për një periudhë rreth 400 vite, kur ishin vite skllavërie. Dhe më pas kur koha kishte arritur, Zoti dërgoi një burr, Mojsiun, për ta nxjerrë popullin nga skllavëria. Zoti i dha udhëzime për Pashkën. Zoti i tha do të kryhet Pashka, dalja, momenti që do të dalësh nga populli i Egjiptit. Dhe vini re, ajo Pashkë ishte Pashka e parë, ishte shembulli, ishte hija e Pashkës së vërtet që do të vinte përpara natës së Pashkës. Atë natë nga populli Izrael që do të dilte nga Egjipti, secila familje do të therte një qengjë. Ju kërkua se cilës familje të therte një qengjë dhe me gjakun e qengjit Zoti ju tha të lyenin hyrjen e shtëpisë së tyre. Ndërkohë që do të hanin darkën e Pashkës, gati për të dalë. E dëgjojmë si histori, por ishte natë e frikshme. Engjëlli i vdekjes, engjëlli i gjykimit të Zotit do të vizitonte çdo shtëpi. Nuk kishte rëndësi se sa të mira mund të kishe bërë në atë kohë, nuk kishte dikush që të mund të ndalte zemërimin e Zotit të hynte tek shtëpia. Asgjë nuk mund të ndalonte atë lloj zemërimi që të vepronte. Shtëpitë që kishin shenjën e gjakut të dera ishin të vetmet që shpëtuan. Engjëlli i vdekjes nuk i preku. Ishte një natë e tmerrshme, frikshme, kur klithma dëgjoheshin. Nuk ishte një natë gëzimi. Atje ku mungoi gjaku, vdekja veproi, frikshëm dhe dhimbshëm. Gjaku i qengjit ishte mburoja e atyre që e bën atë gjak të tyren. Kjo ishte Pashka e parë, ishte hija e Pashkës së vërtet që do të vinte, Pashkës së vërtet ku Zoti do të nxirrte të zgjedhurit nga skllavëria e mëkatit, nga skllavëria e djallit. Pashka e vërtet ishte kur qengji i qiellit, qengji i përsosur që zbriti nga vetë Zoti, erdhi në botën tonë përtej Edenit. Qengji i qiellit do të therrej në tokë dhe nga gjaku i tij do të sillte mbrojtje nga zemërimi i drejtë i Perëndis. Ati do të vriste birin që drejtësia hyjnore të plotësoj dhe po ashtu dashuria hyjnore të plotësoj. Qielli dha më të shtrenjtin për racën e Adamit. Përmes gjakut të tij ka falje të përjetshme. Perëndia përmes këtij gjaku jep faljen, jep drejtësimin për ata që do të pendohen dhe besojnë. E vdekja nuk mund ta mbante dot këtë person,
sepse rënja dhe thelbi i vdekjes ishte mëkati, dhe mëkati u pagua dhe vdekja u mund, thot Biblia, vdekja u përpi në fitore. O vdekje, thot Biblia, ku është gjëmba jote? O varr, ku është fitoria jote? Ditën e tretë, Krishti u ringjall. Po pse ditën e tretë? Sepse është numri përsosmërisë, paga e mëkatit përsosmërisht u plotësua. Ai pagoi për mëkatin tënd shumë shtrenjtë me jetën e vet. Por ai u ringjall, po fizikisht. Ringjallja e tij tregoi që falja e mëkateve u krye, sepse pa ringjalljen e Krishtit nuk ka falje mëkatesh dhe nuk e dim nëse do ndodhte apo jo falja. Ringjallja vërtetoi fryti i parë i asaj që do të vinte më vonë dhe do të vijë më vonë përmes çdo besimtari. Për ato dy lloje njerëzish që unë ju thash në fillim, një besimtar dhe jo një besimtar, mund të ndodhen edhe sot këtu. Dhe kam një aplikim që na tregon fjala e Zotit dhe një zbatim të asaj që folëm. Ne zakonisht mendojmë se jemi besimtar, por ka gjasa që nuk je besimtar vërtet. A e mendon këtë pjesë? Është mirë ta mendosh. Mos mendoj që patjetër do t'jesh. Dhe për ata që nuk janë të tillë, që e din që nuk janë të tillë, ose besojnë që okay, ta shoh një herë se ka gjasa që nuk jam, Bibla na thot dy fjalë shumë të forta. Pendohu përpara Zotit dhe beso në Krishtin. Lutu Krishtit për të dhënë falje. Personi në kryq për krah Krishtit u pendua dhe besoi. Dy persona ishin, njëri në të majt, njëri në të djathtë, që u kryqëzuan bashkë me Krishtin. Një person prej tyre nuk besoi, madje mallkoi në atë çast, kurse personi tjetër u pendua dhe besoi. Biblia thot ushqe shpirtin me fjalën e çmuar të Perëndis që të është të dhënë, mos e anashkalo, merre, ushqehe jetën tënde. Eja rregullisht në kish, në bashkësi me besimtarë të tjerë dhe jeto një jetë të shenjtë për Krishtin. Për ata që janë besimtarë, që mund mendojnë, okay, unë jam besimtar, jam në rregull, lind pyetja, apo ecën në shenjtëri? Shenjtëri në mendimet e tua, apo nderon Krishtin me mendimet e tua, apo nderon Krishtin me dëshirat e tua, apo nderon Krishtin me fjalët e tua, me veprimet apo mos veprimet e tua? Ku je në brendësinë tënde? A është Krishti qëllimi yt? A është qëllimi i jetës tënde të bëhesh i ngjashëm me Krishtin? A e do kishën nusen e Krishtit dhe e duke njohur fjalën e tij? Kur bëhesh besimtar, kur je besimtar, Bibla na quan që je ambasador për Perëndin në ambientin që Zoti ka vendosur. Çfarë privilegji restauruar përfshin zemrën e njeriut. Çdo të bësh me Krishtin. Së fundmi kisha vetëm një fjalë. Kur Jezusin Pilati e nxori përpara turmës, Pilati mendonte që ta lironte. Dhe për ta vënë turmën pak në një situatë që mendoi ai që do të lironte Krishtin, ishte festë e Pashkës dhe ata kishin vendosur të lironte, kishin zakon të lironin një keqbërës. Dhe Pilati zgjodhi më të ndyrin e keqbërësve, quajtur Baraba. Dhe Baraba u vu përballë Krishtit. Dhe Pilati u tha njerëzve, kë doni të liroj? Dhe për çudinë e tij, njerëzit thirrën Barabën. Edhe Pilati bëri pyetjen e dytë, ç'të bëj me Krishtin? Dhe për çudinë e tij, turma bërtiti, kryqëzoje. Në fakt, zëri kryqëzoje, mos mendoni se ishte një turmë të keqe. Ishte ti. Ishte zëri yt që bërtiti për të kryqëzuar. Tek filmi Pasioni i Krishtit, kur është ky momenti midis Barabës dhe Krishtit, aktori që luan Barabën më pas shkruan një libër. Ai nuk ishte besimtar, por në momentin që luajti Barabën, ka një moment të veçantë ku shkëmbeu vështrimin me Krishtin.
A i tha momentin që pash Krishtin dhe në rolin që ishte, në rolin e një kriminali, mu hapë syt për të kuptuar që unë jam Baraba i vërtet për para Perëndis. Dhe Zoti mori mëkatin tënd, vdiq në kryq, mos hi kaq krenar për veten tënde, mos mendo që me drejtsinë tënde mund të dalësh përpara të shenjtit të përjetshmit dhe të thuash ja dola. Mos refuzo dhuratën e qiellit, qengjin, më të shtrenjtin e qiellit, Krishtin. Le të lutemi. O Zot, fjalët janë të pakta. Ne nuk mundemi as jemi të denjë për të thënë emrin tënd, për ta zënë në gojë emrin tënd, por çfarë privilegji madh. Jo vetëm plotsove drejtsinë hyjnore, jo vetëm që nuk u kafshua drejtësia hyjnore, jo vetëm që nuk mbeti e mangë drejtësia hyjnore, por edhe dashuria jote hyjnore u plotsua, sepse ti ka shumë e deshe botën, sa që dhe birin tënd, më të shtrenjtin e qiellit, për më mëkatarin e tokës. Zot, na hap syt që të kuptojmë sa të bekuar jemi, dhe të mos jemi kaq dritë shkurtër sa për të parë jetën vetëm për gjatë e çastit dhe të momentit, sepse shumë shpejt do të vi momenti kur do të mbyllim syt në këtë botë, do ta hapim përpara Teje. Dhe na mëso, Zot, që do të vijmë përpara Teje me të mbuluar me gjakun e Krishtit, të pastruar me gjakun e Krishtit, të drejtësuar për shkak të Krishtit. Hap sytë e zemrës sonë, që të kuptojmë që ne jemi Baraba, që ne jemi ata që thirrëm për kryqëzimin tënd, sepse nuk ka të mesme përpara Teje, Zot. Ose je në kampin armik, ose je me Ty. Dhe na mëso, Zot, që të vijmë me përulësi të vërtet në zemër për të besuar në Krishtin, në më të shtrenjtin dhe më të shenjtin e qiellit. Në emrin e të Cilit ne lutemi. Amen.